Nis betejë ligjore ish numri 2 të qeverisë, Arben Ahmetaj në gjykatën antikorrupsion për dosjen Buka. Kjo emërkur shënoi seancën e parë gjyqësore në themel për privatizimin e fabrikës së bukës te zona e 5 Majit. Prokuroria kërkoi në proces të merrej në pyetje i pandehuri Ahmetaj, ndërsa mbrojtja kërkoi që ish ministri të dëshmojë përmes audios ose videos. Gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka i tha po kësaj kërkese. Ndërkaq SPAK i përfaqësuar nga prokurori Elvin Gokaj kërkoi 22 dëshmitar që provojnë sipas tij akuzën e shpërdorimit të detyrës. Mes tyre bën pjesë edhe ish ministri i financave Shkëlqim Cani, i cili më 30 janar të 2 viteve më parë është marrë në pyetje pikërisht për këtë çështje. Të parën në listë, organi i akuzës kërkoi Lirin Fezollarin, personin që nga hetimet del se Ahmetaj ja favorizoi duke privatizuar pronën. Ky privatizim i solli atij përfitime monetare, por nga ana tjetër dëmtoi familjen Myderizi, e cila e ka kallëzuar në SPAK. Ahmetaj sipas prokurorisë e nxori në ankan truallin e tyre pa përcaktuar formulën e shitjes, duke dëmtuar edhe shtetin. Kur mori pandehur për këtë dosje, prokuroria tha se e bazon akuzën e shpërdorimit të detyrës në komunikime me SMS të vitit 2019 dhe më tej të vitit 2020. Seanca e radhës u la në datën 24 shkurt, ndërsa nga hetimi, prokurori Elvin Gokaj ka regjistruar edhe një fraksion tjetër për pastrim parash për një transfer 3 milion euro drejt Austrisë, për të cilat ka nisur verifikimet lidhur me lëvizjen e parave. Ahmetaj ka përjashtuar kategorikisht përfshirjen e tij në këtë privatizim, duke thënë se procedura ka nisur në vitin 2004.